nuk do me pranu Muhamedin s.a.s. profet, mund të thush për mendimin tem nuk është profet, është i rajshëm, krejt është në rregull. Ti nuk e beson. Dhe ne shfaqim argumentin tona për ta vërtetuar profecinë e pejgamberit ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ki kritika shkencore në atë kuptimin që e paraqet bindjen tonë krishtere, sipas bindjes së krishterëve, profet nuk është Muhamedi. Kjo është shumë rregull është. Hebreu, Jahudia nuk e pranojnë Jezusin. Ai thotë për mua është profeti i rrejshëm Jezusi, në rregull, atëherë debatohet çështja. Ai fenomen, a kanë drejt ata apo këta. Por të sulmohet, të thuhet muslimanët nuk janë shqiptar. Akuza banalitete. Kjo është që mbjell urrejtje, kjo është që mbjell armiqësi, që mund të vjen edhe te konflikti, nga se mos harrojmë. Neve vetëm nëse i pyesim shqiptar që kanë qenë kohë të Jugosllavisë në ushtrinë jugoslave. Më ka tregu baba, më kanë tregu gjithë. Çdo ushtar që ka shku në kazermë është dorëzuar. Komandanti apo kushokona që ju ka marrë këshilla. Kretë nacionaliteteve ka thonë ju keni drejt mu shajtë në non. Keni drejt mu shajtë në non, me shqiptar mos ka bërë. Se shqiptari vret. Nuk durojnë shamjen, ofendimin. Prandaj shqiptarët nuk kanë pas traditë me mja shat dikuj fen, mja ofendu fen. Se nga se fetarisht ata hoxhallarët i kanë thonë se nuk lejohet me ofendu fen tjetër. Kjo kulturë, kjo armiqësi që është duke u mbjellur përmes këtyre lëvizjeve, është një kulturë që nuk është shqiptare. Ka qenë kur shqiptare. Edhe Pjetër Bogdani nuk ka pas kulturë shqiptare. Ai ka marrë mësim të propaganda fida, që ka qenë e njohur për shkollimin e kuadrave të tyre për të deislamizuar muslimanët, për t'i kthyer hebrenjet në krishterizëm, nëse nuk marrin vesh, domethënë sipas tyre me qef, me dialog, me dhunë. Domethënë ata gjithmonë e kanë qyrë fjalën, nëse nuk bën punë fjala, dhuna. Atleti Krishtit apo templar. Po, domethënë templarët ata kanë qenë fraksion në veti. Kjo nuk ka qenë të shqiptar. Të shqiptarët ka qenë mund nderu. Tash të ishim me një të pame të kushërit, ishte katolik, to me emrin, edhe ku erdhi për ngushtim aty, në u drejtu neve që ishim duke i prit aty, tha për të vdekurin inshallah në xhenet. Katolikë, e ka pas, atë kulturën me respektu muslimanët. Po dhe gjithmonë muslimanët kur ardhin një katolik nuk i kanë drejtu për shembull merhaba. Apo selam aleikum. Po, selam aleikum me thonë. Më thonë, e kanë pas atë harmonin, atë afërsinë njëri me tjetrin, se cilë me mbet besimin e vetë. Por tash kjo që kanë ardhur këta duke i sulmu shqiptarët musliman. Vetë ndjellat. Kjo domethënë nuk ka lidhje me shqiptarizëm. Se te shqiptarët nuk ka qenë kjo e njohur kjo traditë.